Rikthehet kafeneja jonë, një foto vetëm mjaftoi për të rikthyer nostalgjinë, por tani nuk janë më vetëm spekulime. Kafeneja jonë po vjen pranë shikuesve. Vetë aktoreja Teuta Krasniqi ka konfirmuar se kasti i dashur është ribashkuar dhe tashmë ndodhet në xhirime për atë që ajo e qua një befasi të vogël për publikun. Gjithçka filloi kur aktorët ikonik të serialit Teuta Krasniqi, Fatos Kurreziu bashkë me producentin Shkumbini Strefi ndan një fotografi së bashku në rrjetet sociale. Ky takim që në shikim të parë mund të dukej si një ribashkim miqësor, mori për masat të tjera kur fansat vunë re detajin kyç. Të gjithë kishin etiketuar faqen zyrtare të serialit Kafeneja jonë. Ky veprim i koordinua shërbeu si shkëndija që ndezi shpresat e mira fansave për një rikthim të mundshëm të serialit më të ndjekur në historinë e televizionit vendor. Duke dhënë fund aludimeve, Teuta Krasniqi ka folur për Indeks Online duke dhënë lajmin e shumë pritur. Ajo konfirmoi se diçka po përgatitet dhe sa ata tashmë janë në proces pune. Momentalisht jemi në xhirime, do ketë diçka një befasi të vogël, diçka nga Kafeneja keni për të parë. U shpreh aktoreja duke mos dhënë detaje të mëtejshme rreth formatit. Ende nuk dihet nëse bëhet fjalë për një rikthim të plotë të serialit me epizode të reja, një film apo një epizod special. Megjithatë, duke pasur parasysh afrimin e festave të fundvitit, gjasat janë të mëdha që ky ribashkim të jetë një ribashkim i veçantë, një befasi për publikun me rastin e vitit të ri. Kjo deklaratë edhe pse kur syer në detaje konfirmon se nostalgjia për personazhet ikonik si Saranda, Kurrevalli dhe Naimi do të mund të shuhet së shpejti, duke sjellë diçka të re nga Kafeneja që të gjithë e duan.